Mirënjohje për figurën e mësuesve të cilët kanë dhënë kontributin e tyre në arsim. Bashkia e Vlorës ka shpërndar certifikata mirënjohje dhe vlerësimi në ceremoninë organizuar me rastin e 7 marsit në shenjë respekti për të gjithë mësuesit e Vlorës. Në ceremoninë organizuar me këtë rast morën pjesë mësuesit të cilët japin mësim në shkollat e qytetit, por gjithashtu edhe mësues të dalë në pension. Prefekti i Qarkut, Plator Nesturi, theksoi se ky është një nderim i madh për të gjithë mësuesit, për të cilët sot përulemi me respektin më të thellë për kontributin që ata kanë dhënë. Duhet shpreh respektin më të madh për gjithë të trup e cila padyshim jep një kontribut shumë të madh, jo vetëm për arsimin, por për themelet e Vlorës së vetvete, gjë e cila duhet të respektuar me nderimin më të madh, por njëkohësisht edhe me respektin më të thellë për gjithë kontributin tuaj. Keni respektin ton, por njëkohësisht keni dhe respektin e brezit cilët ju edukoni. Faleminderit shumë. Me mjaft emocione dhe vlerësime janë shprehur për Bashkinë e Vlorës mësuesit që u nderuan me certifikatën mirënjohje, ndërsa nuk kanë fshehur emocionet e mëdha që kanë patur në lidhje me këtë vlerësim. Realizmi i saj janë reflektuar në rezultatet e larta të nxënësve dhe në ndikimin pozitiv që ka lënë tek ta. Ne të industrialis e kemi më kollaj të fillojmë të mbarojmë një projekt se sa të flasim, megjithatë nuk do ishim këtu ku jemi sot pa patur besimin të gjitha aktorëve të Vlorës dhe sidomos të kryetarit dhe të gjithë stafit të Bashkisë së Vlorës, të cilët duke besuar te ne na japin mundësinë që ne të tregojmë se çfarë jemi të zotë të bëjmë. Kur flasim ne, unë kam gjithmonë fjalën për nxënësit e mi të cilët janë të shkëlqyer. Ju falenderoj për vlerësimin, është nder dhe respekti mes jush. Ju uroj gëzuar festat. Falenderoj në veçanti Bashkinë Vlorë, stafin e bashkisë, në veçanti kryetarin e bashkisë zotin Armand Dreda, nënkryetarin Irena Tashkollari dhe zyrën vendore arsimore zonjën Gentiola Sheu. Ndihem e vlerësuar sot. Dhe ky vlerësim i takon në radhë parë prindërve të mi që nuk jetojnë më, po janë këtu pranë meje në zemrën time sot. U takon atyre falenderimi më i madh. Së dyti fëmijëve të mi që më bëjnë çdo ditë të lumtur. Vlerësimi është vlerësim për kushtimi që kanë prindrit, kolegët dhe gjithë nxënësit tanë ndaj arsimit. Të pranoj këtë titull nga qyteti ku kam punuar dhe kaluar gjithë jetën time duke mësuar dhe edukuar breza fëmijësh, është një nder që nuk e kam imagjinuar. Dhe sot, kur shoh shumë prej tyre të rritur e të formuar, ndihem më e lumtur se kur, sepse e di që një pjesë e vogël e punës sime ka mbetur me ta. Faleminderit kryetarit të bashkisë për të vlerësim. Faleminderit kolegëve dhe të gjithë atyre që më kanë mbështetur ndër vite. Faleminderit kryetarit të bashkisë, gjithë stafit të tij dhe uroj gjithë mësuesat e Vlorës gëzuar 7 maj. Në emër të shpendit më delegoj që ta përfaqësoj, të falenderoj në mënyrë të veçantë drejtorinë arsimore, Bashkinë e qytetit, përfaqësues prefekturës dhe gjithë pjesëtarët drejtues që morën pjesë për ta përfaqësuar dhe për ta uruar gjithë aktivitet mjaft të rëndësishëm. Bashkia e Vlorës nderoi edhe pas vdekjes disa mësues të cilët kanë dhënë kontributin e tyre prej shumë vitesh në arsim, ndërsa certifikata e mirënjohjes është tërhequr nga familjarë të tyre. Violeta Lazaj, pas vdekjes, dhe ju lutem një nderim për të gjithë ata mësues që nuk jetojnë dhe që janë sot këtu me ne nga larg. Mësuese Violeta do të mbahet në memorinë e kolegëve dhe nxënësve që e kanë njohur si një mësuese të dashur dhe të përkushtuar, kreative dhe bashkëpunuese, e cila ka dhënë kontributin e saj në edukimin e brezave në shkollën Ismail Qemali. Violeta do të mbahet të mend për integritetin dhe profesionalizmin e saj në punë, e respektuar nga nxënësit, kolegët, prindërit dhe komuniteti. Bashkia e Vlorës ka kthyer kështu në tradit organizimin e aktivitetit me rastin e 7 marsit, ku mësuesit nderohen dhe vlerësohen nga institucioni më i lartë vendor me certifikata për kontributin që ata kanë dhënë në arsimin e Vlorës.